E vetmja mikrodistileri në qytetin e Vlorës. Kjo është historia e Ardi Idriza, i cili prej vitesh ka jetuar në shtetin Italis, ndërkohë që së fundmi ka zgjedhur që jetën e vet ta fokusojë në qytetin e Vlorës. Prej disa vitesh ka hapur këtë mikrodistileri në të cilën prodhon gjinin. Intervistë të cilën Ardi Idriza do ta ndiqni në Blu Televizion, që nga momenti i parë se si e siguron lëndën e parë ose alkoolin deri tek përzierja, tek zgjerrja dhe më në fund produkti final. Ardi shprehet se prodhon për konsumatori vendas, por ndërkohë që është i vetmi që eksporton edhe në disa qytete në shtetin italian. Pas 30 vitesh emigracion në Itali, Ardi Idriza është rikthyer në vendlindje për të investuar. Ai është sot prodhuesi i gjinit artizanal Demon Gin, një produkt që synon jo vetëm tregun vendas, por dhe eksportin. Historia e tij është padyshim frymëzuese. Në intervistën e tij, 48 vjeçari rrëfen rrugëtimin nga emigracioni, deri tek ideja për të hapur një mini distileri në Vlorë, si dhe dashurinë dhe pasionin për këtë profesion. Pas disa profesioneve të ushtruara në Itali, dëshira për të patur diçka të vetën e shtyu atë drejt këtij zanati. Fillimisht nisi të mësonte këtë profesion në Itali, duke arritur në një farë mënyre edhe të vjedh mjeshtërinë. Biznesi i tij sot është familjar, edhe pse në fillim e nisi me 2 ortak italian, aktualisht është plotësisht në pronësitë të tij. Ardi synon të zgjerojë më tej aktivitetin, ndërkohë që thekson se dëshira për të rikthyer dhe për të investuar në vendlindje ka qenë shumë e madhe, që nga largimi nga Vlora në vitin 1995. Unë kam 30 vjet në Itali dhe 10 vjeçarin e fundit kam punuar në Grupo Heineken në Imola në Bolognë, ku kam familjen aktualisht, ku aty mora eksperiencë për alkoolet në përgjithësi, për distilatit, se gjini futet në botën e distilimeve, alkoolit që distilohet, plus pastaj që kam njohuri pak për birën, pak për verën, po që ambienti im është gjini. Gjini lindi një pasion si një bast me një mikun tim italian, ish ortakun tim, Eugenio Sarti, ku më mësoi gjithçka, domethënë si prodhet një gjin, ku më dha pasionin e punës. Distileria ekzistonte në Vlorë që në 2021-shin, unë u bëra pjesë e distilerisë në 2023-shin dhe në 2024-ën e bleva kompaninë vetë, domethënë e zotroj aktualisht vetë. Gjatë intervistës, Idriza i ndalet dhe te procesi prodhimit të gjinit. Ai tregon se gjithçka nis nga përzgjedhja produkteve bio për të vijuar me procesin e përpunimit deri në përfundimin e produktit gati për treg. Sipas tij, kjo punë kërkon përkushtim dhe dashuri, ndërsa për të arritur produktin final duhen rreth 22 ditë. Ai prodhon 3 lloje të ndryshme gjini, të cilat i prezanton me kënaqësi. Gjatë procesit, ai përdor përbërës të përzgjedhur me kujdes për të arritur shijen autentike të pijes. London Dry Premium Demon Gin. Ky është emri i gjinit që azienda ime prezanton. Azienda ime në Vlorë quhet Alba Gin Distillers. Në zonën e jugut jam një mikrodistilleri i vetëm. Gjinin e eksportoj në Itali. Për të prodhuar një distilat, duhet një alkool drithrash. Unë punoj me alkoolin premium, që është alkooli drithrave, që është alkooli i një cilësie të lartë. Ku i gjen këto produkte? Unë të gjitha produktet i marr në Itali. Jam i lidhur në Itali me 2 kantina që prodhojnë apostafat alkool për mua. Njëra është në zonën e Ravenës, në Cinque Terre, dhe tjetra quhet distilleria në Firenze, Oda Distilleri. Shishen e marr në Itali te Grupo Saida, njëkohësisht dhe tapat i marr në Itali, etiketën e bëj në Tiranë. Marrim alkoolin nga Italia. Po. Tani, më thuaj, bën përzierje me këto piper, më trego tani. Unë marr një alkool nga Italia 2 herë të distiluar. Unë prodhoj një gjin artizanal në të gjitha aspektet dhe kam recetën time personale, ku brenda i dhe dëllënja jonë shqiptare, që është një nga dëllënjat më të mira që ekziston në Evropë, më kupton? Për arsye se është e patrajtuar. Dëllënja shqiptare është e patrajtuar. Ne kemi një dëllënjë natyrale, bio në çdo aspekt, domethënë vete dhe mblidhet në mal. Receta ime vijon 25 litra alkool, 97 gradë, ku brenda i dhe dëllënjë, ku brenda i dhe limon, lajm, frut pasioni, ginger, moll jeshile, selino.
Këto janë agrumet dhe ato bimët e njoma. Pastaj kaloj te frutat e thata. Në frutat e thata jep piper të kuq, far finoku, rënja mballxhiu, si i thoni ju, kardamomo, anis yll, Të gjitha këto për të prodhuar koriandolo. Unë kam një recet me 15 botanika. Lihen brenda në kazan të tillë, lihen brenda 25 litra alkool me produktet që të citova, lihen 48 orë që fermentohen. Pastaj merren 25 litra, duhet të llogarisni që janë 25 litra alkool 97 gradë. Dhe hidhen në kazanin e bakrit, brenda në kazan çohen në gradacionin 60 gradë. Unë ekskluzivisht nxjerr 25 litra gjin të aromatizuar 75 gradë. Biznesi i tij mbetet familjar, por produkti është tashmë i kërkuar si në tregun vendas ashtu dhe për eksport. Në disa qytete të Italisë, Demon Gin ka fituar popularitet, njësoj si edhe në Vlorë. Ardi thekson se synimi i tij është zgjerimi i mëtejshëm i aktivitetit, ndërsa në Shqipëri aktualisht numërohen vetëm 3 prodhues të tillë të gjinit. Aktualisht janë vetëm. Shpresoj që familja ime të kthehet, po bëj çmos që të kthehet, do të thënë drejtimi është ai, dhe pse jo pastaj që të furnizoj tregun shqiptar me një produkt bio dhe Ke kërkesë gjatë kësaj periudhe, ke shitur produktin tënd? Patjetër që kam shitur, shiko, në Vlorë pothuajse shumë lokale, shumë bare e kam produktin tim. Demon Gin për arsye se kur ka lindur idea, ka lindur si një sfidë që gjini demonëve do të funksiononte në lokalet e natës, për arsye se ka një histori, mbas emrit ka një histori. Historia vjen nga Spanja, në një të ardhme kam tendencë që të fus një produkt autokton me emrin tonë. Pasioni për të investuar në vendlindje dhe rikthimi pas 30 vitesh është për Ardi Idrizaj një vendim i marrë me zemër. Ai vazhdon të punojë me përkushtim në distilerinë e tij të vogël, me synimin për ta zhvilluar dhe më tej në të ardhmen.